Le të bëjmë pak histori. Në vitin 2001, 32 mandate Partia Socialiste i mori me vendim të gjykatës kushtetuese. Për Belin e ka zënë Belaja Edi Ramën dhe kërkon interpretim e mendim nga gjykata kushtetuese. Pse jo për Ilir Metaj, që në një aferë që bën kudo në për zyra, të ishte vërtetuar video dhe afera. Kështë vajtë në për gjykata dhe ta dënonte, po i turi njerëzit jo tek Ilir Metaj, sa te dinte që i kishte bish për dredhur, po tek kryeministria. Plagosi 36 policë, u dogje 28 makina, u sulmua kryeministria, gjuaj e unë shkëqyr që shpëtova se isha 2 metra larg. Po që mu dëshiria, e të mirët ngushëllime atyreve që humbën jetën edhe akoma pa drejtësi. Dhe kur do të vihet kjo drejtësi, Rama thot, unë do të iki nga ky pushtet, atëherë kur të dua vetë. Por ta që kanë ikur, kthehen do të më pas. Dëmet e tua, si do të riparohen? Ti je mallkimi i shqiptarisë importuar prej Serbisë dhe Greqisë. Harova, edhe Soros, dhe atë që puthesh dhe ishe kumbar në Amerikë. Djalli vet pas ke qenë ti.